Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Studentët e programit të infermerisë në Universitetin e Qerem Çabej rezultuan më të mirët në provimin e licencës të zhvilluar në muajin shkurt. Rezultatet pozitive sipas rektorit Jahut Sana janë treguesi punës së përkushtuar të stafit akademik për përgatitjen e kuadrove të rinj. Aksidentet rrugore janë shtuar gjatë kësaj periudhe në zonën e Gjirokastrës, duke zënë një pjesë të mirë të rasteve që paraqiten për të marrë ndihmë në urgjencën e Spitalit Regional Omer Nishani. Ajo çka rekomandohet nga bluzat e bardha është respektimi i kodit rrugor dhe kujdesi shtuar nga ata që nuk e njohin mirë zonën, siç janë turistët. Dita ndërkombëtare e nënës kujtohet me nostalgji në fshatrat e Dropullit. 71 vjeçaria Vasilo Qiriako i shpreh mirënjohjen nënës së saj 91 vjeçare. Banorët e 5 fshatrave të zonës së Rëzës në Dropullin e Poshtëm prej pak javësh po kalojnë në një rrugë dytësore përmes lumit Drino. Banorët kërkojnë ndërtimin e urës së Glinës para fillimit të shirave të vjeshtës. Ju njohim tani më gjerësisht. Studentët e programit të infermierisë në Universitetin e Qerem Çabej rezultuan më të mirët në provimin e licencës të zhvilluar në muajin shkurt. Rezultatet pozitive sipas rektorit Jahut Sana janë treguesi i punës së përkushtuar të studentëve dhe stafit akademik. 70% e studentëve të infermierisë që përfunduan studimet në vitin 2025 në Universitetin e Gjirokastrës arritën të kalonin me sukses provimin e licencës. Për ta është një arritje madhe për vetë rëndësinë që ka ajo për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të infermierit. Mendoj marrja e provimeve është shumë e thjeshtë në momentin që ti angazhohesh realisht me ato. Njeriu duhet të ketë një ambicie. Pikë së pari. Marrja e licencës është e domosdoshme ditët e sotme, sepse ne duhet të vazhdojmë të informohemi, të jemi në një sistem që vazhdon ne të informohemi gjatë gjithë kohës, sepse mjekësia nuk është standarde dhe nuk mbaron. Ajo gjithmonë zhvillohet dhe gjithmonë jep mundësinë që ne të mësojmë gjëra të reja dhe ta bëjmë punën tonë sa më mirë. Mendoj që është e domosdoshme. Personalisht brenda 6 ditëve lexova që e mora, ishte shumë e thjeshtë, pavarësisht se thonë që është shumë e vështirë, nëse ti përkushtohesh realisht, janë gjëra të thjeshta që i mëson edhe është shumë e thjeshtë ta kalosh provimin. Unë jam viti i diplomimit 2025 të Universitetit e Qerem Çabej, kam mbaruar me sukses studimet në degën infermierie përgjithshme, ku edhe jam licencuar së fundmi, kam marrë provimin e licencës me pikë të kënaqshme. Jam shumë falenderuese stafit akademik të universitetit, ata kanë qenë gjithmonë pranë nesh sa herë që kemi patur nevoja tona për çfarë do lloj pyetje. Jam shumë krenare dhe shumë e gëzuar që mbarova studimet në këtë universitet edhe së shpejti do të ushtroj profesionin që gjithmonë e kam dashur. Rezultatet pozitive sipas rektorit Jahut Sana janë treguesi punës serioze që bëhet si nga studentët dhe nga stafi akademik. Ne tashëm po këngullim fort që studenti të jetë në qendër të vëmendjes së gjithë stafit akademik, duke i trajtuar ata jo thjesht si një subjekt në cilin do të jenë aktiv në orën e mësimit. Përkundrazi, studentët tanë tashëm po kalojnë në një përvojë. Nga ajo përvojë ku ngelesh thjesht një teori për teori, por duke kaluar gjithmonë më shumë në konkretizimin e kësaj teorie. Këtë tregon vetë fakti që një numër laboratorësh janë rritur dhe përmirësuar akoma më shumë dhe vijnë tek rezultatet ku aktualisht universitetit, studentët që ndjekin programin e infermerisë në universitetin tonë kanë dalë studentët më të mirë në rang republike. Sipas statistikave tashëm të Ministrisë së Arsimit dhe të institucioneve përgjegjëse që merren me licencimin e këtyre studentëve, Universiteti i Gjirokastrës ishte i randitur i pari në rang republike. Kjo tregon se ku po arrisim aktualisht, pavarësisht fjalëve që thuhen se në Universitetin e Gjirokastrës jepet një diplom e dobët, faktet tregojnë krejt të kundërtën, që diploma e Universitetit e Qerem Çabej të Gjirokastrës po merr gjithnjë më shumë vlera të jashtëzakonshme. Këto janë statistika të cilat flasin vetë, nuk ka nevojë për komente, nuk ka nevojë për elogje, nuk ka nevojë për të thënë se jemi ne dhe vetëm ne.
Por është fakti dhe jemi përballë fakteve të tilla. Por kjo problem nuk qëndron vetëm tek studentët e infermerisë. E njëjta gjë po ndodh dhe me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, po kështu dhe në Fakultetin Ekonomik, ku teoria nuk ndahet me praktikën, ku studentët tanë fal përvojës fitojnë dhe me mobilitetet duke lëvizur jashtë shtetit, kanë arritur të konceptojnë fare mirë. Të gjitha konceptet kryesore shkencore që jepen në teori konkretizohen në praktikë. Dhe ne kështu përgatisim kuadro të ardhshëm, të cilët janë të aftë për të përballuar kërkesat e ofertës së tregut të punës. Pra ata janë më të lehtësisht të azhonuar për të qenë në krye të detyrës për të dhënë maksimumin e tyre, qoftë në fushën e infermerisë, të ekonomisë, mësimdhënies e tjera me radhë. Rezultatet e provimit të licencës në profesionin e infermierit ishin në fokus të një aktiviteti të zhvilluar në universitet. Gjatë takimit u diskutua mbi rezultatet e studentëve të diplomuar nga Departamenti i Infermierisë, si edhe mbi punën përgatitore dhe mbështetjen që trupa akademike ofron në funksion të rritjes së cilësisë profesionale të studentëve. Në aktivitet morën pjesë edhe studentë fitues të provimit të licencës, të cilët ndanë eksperiencat dhe përgatitjen e tyre përgjatë këtij procesi. Aksidentet rrugor janë shtuar gjatë kësaj periudhe në zonën e Gjirokastrës, duke zënë një pjesë të mirë të rasteve që paraqiten për të marrë ndihmë në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani. Ajo çka rekomandohet nga bluzat e bardha është respektimi i kodit rrugor dhe kujdesi shtuar për ata që nuk e njohin mirë zonën, siç janë turistët. Me shtimin e fluksit turistik në Gjirokastër janë rritur edhe rastet e aksidenteve rrugor. Te bën të ditur mjeku i urgjencës Bledar Çela, i cili thotë se janë disa pika ku ndodhin zakonisht, përveç atyre që kanë të bëjnë me mos respektimin e kodit rrugor. Të përfshirë në to janë kryesisht turistët dhe emigrantët. Me ndryshimin e kohës dhe fillimin e lëvizjeve, do më kemi pasur një rritje të aksidenteve në rrugë, qoftë dhe të qytetarëve lokal, qoftë dhe ata që vinë si turist. Është parë, do me thënë, kryesisht janë disa pika që në zonën tonë që duhet pasur kujdes, pasi po të shikosh, do me gjithë një aksidentet ndodhin në ato pika, paka shumë, do me thënë, mund të thuash, do me thënë, në urën e Kardikit, në hyrjet e daljes të qytetit, në Vrisera kemi pasur, do me thënë, janë disa zona paka shumë dhe qytetarët, do me thënë, ata që udhtojnë ditë për ditë e dinë, do me thënë, ku janë dhe do një kujdes të veçantë në këto zona, qoftë dhe nga qytetarët kur i afrohen këtyre pikave që ka risк të lartë, duke ulur shpejtësinë dhe duke marrur kushte për të mos agravoar situatën në rastet kur trafiku është i mbi ngarkuar ose gjatë natës. Plus e gjatë natës do kujdes, pavarësisht se nata atë trafikun e ka të ulë dhe rrugët janë të hapura, po prapa ka një risk dhe nata. Risk pasi kem pasur natën, do më thënë pacient, do më thënë që udhëtoj natën dhe mund të jetë një person që është i lodhur, do më thënë e ka marrë gjumi dhe nuk është shumë i prek në timon, do më dhe nata ka riskjet e saja. Kem pasur dhe aksidente dhe nga pakujdesi, do më thënë do në që kujdes në zbatimin e rregullat të qarkullimit, pasi një gabim i vogël, do më që mund të bëjë çdo njeri e kupton kushtet normale, do më nuk është se ke ndonjë efekt, po kur je me makinë mund të bësh një dëm që të kushtoj jetën e personit, familjarit, ose një person tjetër që mund të futi ty në probleme të mëdha ligjore dhe nga një pakujdesi e vogël e momentit. Të aksidentuarit janë paraqitur në gjendje të ndryshme shëndetësore, ku në disa raste ata janë drejtuar në kryeqytet. Kemë pasur gjendje të rënda, të cilat i kemi transferuar për në Tiranë. Pastaj kemë pasur gjendje më të lehta, të cilët janë mbajtur në spitalin tonë dhe janë mbajtur në survejim nga mjekët dhe personali mjekësor, derisa kemi qenë të qetë, domethënë që ata nuk ishin në gjendje rreziku dhe janë shoqëruar për në shtëpi me terapitë përkatëse. Vetëm gjatë muajit prill janë shënuar 6 aksidente automobilistik me 15 të dëmtuar lehtë. Dita ndërkombëtare e nënës kujtohet me nostalgji në fshatrat e Dropullit. 71 vjeçaria Vasilo Qiriako i shpreh mirënjohjen nënës së saj 91 vjeçare. Dita ndërkombëtare e nënës dhe amësisë sjell kujtime të hyrat e gratë Dropullite. Një ditë e shënuar për gjithë banorët e zonës, që janë rritur me virtyte të cilat përcjellin mesazhet e shenjtërisë së familjes dhe respektin ndaj nënave tona. Kontributi nënës Dropullite në jetën shoqërore të minoritetit etnik grek ka qenë i jashtëzakonshëm. Historikisht, gjyshet, nënat, motrat tona, por edhe nënat e reja këtu në Dropull kushtojnë një rëndësi shumë të veçantë
në familjen, në krijimin e familjes, në familjen dropullite, në familjen europiane. Aktivistja shoqërore Vasilo Qiriaku nga Terviciani Dropullit Poshtëm, megjithëse është nën dhe mban besupe 71 vjeç, flet me nostalgji për të ditë të shënuar, në praninë të nënës së saj legjendare, 91 vjeçare Agathi Dede. Nëna është figura më e squar për djemtë e saj dhe për shtëpinë e saj. Nëna nuk ndjen kur vështirësi, po ndjen vetëm kënaqësi dhe gëzim, nuk mendon për veten e saj, por mendon gjithnjë për fëmijët e saj, për të tërë njerëzit e saj, që t'i rrisë fëmijët edhe t'i shkolloj, të mësoj gjuhën, të mësoj si të lodhen, si të lozin, si të sillen, dhe gjithë jetën nëna është e palodhur për prindërit, për djemtë e saj. Juve mendoni se virtytet e nënës në Dropull janë trashëguar edhe tek brezi i ri, tek këto nënat e reja, i kanë ato virtytet e gjysheve të tyre? Vërtetet tek të rinjtë të tani i kanë, sepse i kanë rritur ata, i kanë rritur nënat dhe gjyshet e tyre, duke i dhënë çdo mësim të duhur që duhet që të rritet në jetën dhe të dalë një njeri i mirë me sjellje dhe me edukat. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Wilson, ka caktuar në vitin 1914 datën 9 maj si ditën ndërkombëtare të nënës, e cila festoi të dielën e parë pas kësaj date, pra ditën e sotme 10 maj 2026. Banorët e fshatit Halo në bashkinë e Finiqit vazhdojnë të kujtojnë dhe të zbatojnë amanetin që u ka lënë Shën Kozmaj para disa shekujsh. Janë me dhjetra djem dhe vajza të këtij fshati që kanë ndjekur rrugën e mësuesisë. Fshati Halo në bashkinë e Finikit përfshihet në listën e fshatrave të minoritetit etnik grek, të cilat janë vizituar nga Shën Kozmaj para disa shekujsh. E veçanta e këtij udhëtimi është amanetit deri në përgjërim i shenjtorit për ndërtimin e shkollave. Prandaj, nuk është rastësi fakti se shumë dekada para viteve 90, nga fshati Halo kanë dalë dhjetra e dhjetra arsimtar. Banori i fshatit, zoti Nikola Cura, tregon se banorët e Halo respektojnë mesazhet e Shën Kozmajit, kur për ndër të tij kanë ndërtuar kishën e re, para pak vitesh me emrin e shenjtorit. Ai ka ardhur këtu, ka ngrënë drek në një familje këtu, te Janaj Papaj, këtu, në dha një urim që të kemi bakti plot, të jemi, se i gjithë fshati jemi njerëz të butë. Dërsa atë Nikodimos na jep detaje nga udhëtimi i Shën Kozmajit në këto treva. Arsimi në këtë fshat lidhet me figurën e Shën Kozmajit e Etulis, i cili pas një udhëtimi stërmëndus nga Thesprotia në Mursi, në Sorone, e zuri nata këtu dhe e pritën këtu papadhatët, ata që kishin mbarështronin shumë bagëti dhe i rezervuan një pritje shumë të madhe, saj që ai këtë kujtim e ruante tërë jetën e tij. Edhe të nesërmen me shoj në kishën e Shën Dimitrit, e cila nuk është më, është restauruar disa herë, edhe pastaj hodhi një gur duke dal nga kisha e Shën Dimitrit dhe tha ati që do bjerë gurit, do ndërtohet shkolla. U ndërtua shkolla e cila pati rrezatim të jashtëzakonshëm gjatë viteve, që nga viti 1700 ca deri në 1990, ku ikën të tërë fëmijët për në Greqi edhe u mbill shkolla. Shoqata e emigrantëve nga fshati Halo vazhdon kontributin për rikonstruksionin e ambienteve të jashtme të kishës së Shën Kozmajit. Banorët e 5 fshatrave të zonës Rëzës në Dropullin e Poshtëm prej pak javësh po kalojnë në një rrugë dytësore mes përmes lumit Drino. Banorët kërkojnë ndërtimin e urës së Glinës para fillimit të shirave të vjeshtës. 21 nëntor i vitit kaluar shënoi izolimin e 5 fshatrave të Rëzës në Dropullin e Poshtëm, pasi u dëmtua ura e Glinës nga prurjet e shumta të lumit Drino. Gjatë gjithë dimrit, banorët e bizneset e kësaj zone përdorin një rrugë dytësore nëpërmjet nepravistës së Bashkisë Libov për të lidhur më pas me rrugën kombëtare Gjirokastër Kakavi, ndërsa me tharjen e lumit Drino krijojnë mundësi të tjera kalimi për banorët. Prej disa javësh, banorët e fshatrave të Rëzës në Dropullin e Poshtëm lidhen me pjesën tjetër të bashkisë, por edhe me rrugën kombëtare Kakavi Gjirokastër nëpërmjet kësaj rruge. Është një rrugë provizore, e cila është ndërtuar nga bashkia dhe nga bizneset e zonës,
dhe shfrytëzojnë për të kaluar automjetet e bizneseve, por edhe gjithë banorët e 5 fshatrave të Rëzës. Banorët e zonës kërkojnë ndërtimin e urës së Glinës përpara fillimit të shirave të vjeshtës, përndryshe do të vuajnë gjatë gjithë dimrit të ardhshëm. Kemi shumë vështirësi me kalimin e rrugës, domethënë tani kanë bërë një rrugë provizore, kanë mbushur lumin këta të fabrikës së ujit, edhe shqyqyr që kanë bërë dhe këte dhe kalojmë qik për momentin, më është një rrugë provizore kjo. Po në qoftë se do vi prap lumi, do mbushet, do sjell ujë, prapa jo do prishet edhe kështu kemi probleme të mëdha. Tani kanë thënë nga bashkia, kanë thënë që do bëhet sa më shpejt ura, po kaj dim, kaj them. Po dhe lutemi qeverisë bashkisë të bëhet ura sa më shpejt, se kemi shumë probleme. Janë 5 fshatra që kalojnë ande dhe ndërpritet gjithë qarkullimi, kalimi për në fshatrat. Ne për tani kalojmë nga një urë që është bërë provizore në lumë, e ka bërë fabrika me bashkin, dhe kalojmë atje, tani për tani, po të vi ujë më tutje, prapë lumi, ajo do prishet, se është provizore. Tani presim që na kanë thënë që do bëhet urere, po nuk shohim në një dritë akoma atje, dhe ujë tani pështëron, dhe është e mundshme që të punohet për ta bërë atë. Kemi dhe problemin e rrugës atje, nga ura deri në fabrikën e Glinës, që është bërë cop, gropa, mezi po kalojmë. Na thanë që do ndërtohet për këtë vit. Po su ndërtua, njerëzit do ngelen, nuk do kalojnë dot atje. Kanë bërë një rrugë tjetër provizore me kilometrat e tëra që kalojmë andea, është i ngushtë, kalojnë maunet e mëdha, kalojnë makinat e vogla, kalojnë traktora, nuk kalojnë dot. Duhet të bësh 100 metra mbrapa që të parkosh në një vend që të kalojë makina tjetër. Është shumë e vështirë. Drejtuesit e Bashkisë Dopull kanë hartuar projektin e ndërtimit të urës, të cilin e kanë depozituar pranë institucioneve qeverisë në Tiranë. Këtu përfunduam, të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.